Për 6 vite, edhe kur është mbajt seanca soleme për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, Kuvendin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk e kanë përmendur emrin e Hashim Thaqit, i cili është shpallësi i pavarësisë të Kosovës. A mundesh ti me fol për 28 nëntorin të vitit 1912 pa e përmend Ismail Qemalin? Kjo ka ndodhur. Dhe tani këta talibant, kjo garda revolucionare e Homeinit, rrjeteve sociale, këta që din vetëm me bo halakula talamula, njerëz analfabet, rrugaq, njerëz të cilët dalin me mëngjes të dehur në për Bahnhofen, stacione qohen në shaj në për rrjete sociale. Këta nuk kanë logjik njeriut. Dhe unë i flas gjithmonë kur prononcohem, unë i flas vetëm 3% shqiptarëve. Unë i flas ati 3% që e kanë ndihmu luftën, ati 3% që ka qenë në për burgjet jugoslave, ati 3% që ka luftu, ati 3% që ka derdhë gjak për flamurin Kuqezin, Macedoni, në Kosovë, në Shqipëri, në Malzi, në Lugin Preshevës. Ati 3% që ka konsideruar të shajt gjuhën shqipe,